Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të nisur ditën ton maraton. Për të filluar me komentimet e ngjarjeve më të fundit. Do të flasim rreth showbizit, do të flasim rreth artistëve shqiptarë dhe do të flasim rreth personazheve që në fakt na kanë mbajtur mbërthyer për ekrani për muaj të tërë në Big Brother. Unë e di që ju e admironi, ju e dashuroni çiftin Briteo dhe me patjetër dëshironi që të dini rreth marrëdhënies së tyre, rreth dashurisë së tyre dhe rreth asaj historie të bukur që ato të dy e ndërtuan brenda shtëpisë së Big Brotherit, por duket që këtë histori të dashurisë e vazhdojnë edhe jashta asaj shtëpie. Do me thënë, momentet e bukura, udhëtimet e bukura, suksesi që patën në emisionin e Top Arenas ishte një zinxhir i bukur që të dy morën në marrëdhënie dhe sot po e shijojnë këtë qetësim. Matteo dhe Brikena kanë vendosur që pas të gjithë lodhjes, stresit dhe angazhimit që në fakt ato kaluan në Top Arena, një përgjegjësi shumë e madhe dhe në këtë rast Matteo dy përgjegjësi shumë të forta, duke qenë pjesë edhe e emisionit tjetër në televizionin Top Channel. Matteo dhe Brikena tashmë kanë përzgjedhur që të udhëtojnë drejt Bodrumit të Turqisë që duket që po shijojnë disa ditë të këndshme pranë njëri tjetrit duke ndarë momente fantastike. Në fakt më pëlqen kjo përzgjedhja që kanë bërë, sepse mendoj që kaluan pak edhe disa ditë të vështira nga komentet edhe nga qëndrimet e shumicës prej ndjekësve të tyre, duke dhënë mendime të ndryshme për një marrëdhënie të mundshme apo për një marrëdhënie të dështuar. Por Matteo tregoi që do me thënë kështu janë ligjet e televizionit që ndonjëherë duhet edhe të inskenohen situata vetëm e vetëm për të qenë në qendër të vëmendjes dhe mendoj që e bindën televizionin Top Channel që ja vlen, ja kanë arritur qëllimin dhe i kanë marrur të gjitha ato klikime. Udhëtimi drejt Bodrumit, siç duket, ka ndikuar jashtëzakonisht edhe më shumë në afrimitetin e çiftit, sepse kanë patur mundësinë dhe vazhdojnë të kenë mundësinë për të qenë 24 orë bashkë, për të ndarë momente, për të ndarë çaste, për ta njohur ndoshta njëri tjetrin edhe më privatisht, sepse me patjetër që pushimi të njeh më mirë, për të parë të mirat të këqija të njëri tjetrit dhe mendoj për të krijuar edhe një afrimitet shumë më të madh. Matteo dhe Brikena kanë ndërtuar një afrimitet të mirë, kanë ndërtuar një rrugë të bukur të marrëdhënies së tyre dhe nga fotografitë që postojnë duket që janë shumë të lumtur dhe duket që janë shumë të bekuar. Fotoja e fundit që Matteo dhe Brikena kanë nxjerrur si çift është fotografia që ju po shikoni gjatë kohës kur unë po komentoj në këtë video. Do me thënë po tregojnë që po argëtohen shumë, kanë bërë këtë, do me thënë kanë kimin kaq të përbashkët sa që edhe veshjet i kombinojnë që të dy njësoj, edhe stilin e kombinojnë që të dy njësoj dhe pothuajse janë 99.9% njësoj dhe mundohen që te publiku të vinë sa më shumë. Ato nuk është se nxjerrin çdo moment, ato nxjerrin thjesht një fotografi sepse momenti i tyre brenda ditës edhe brenda natës nuk është një fotografi, por është një moment i gjerë, është një moment me shumë kuptim, është një moment me shumë dinamik dhe është një moment me shumë surpriza të bukura. Dhe kështu që po argëtohen dhe po e shijojnë momentin e tyre. Matteo e shoh të gëzuar. Realisht një mashkull është i gëzuar kur ka arritur që në krahët e tij të ketë femrën që do, të ketë femrën që e simpatizon, të ketë femrën që e ka në zemër, femrën që e respekton pafund dhe e shoh që Matteo ka një lloj lirie shpirtërore me Brikenën që vetëm dashuria ta dhuron këtë gjë.
por edhe Brikenën e shoh që ndjehet në krahët e sigurt, normalisht ndikon gjithë kjo dashuri që Matteo merr, gjithë kjo famë që Matteo merr, gjithë kjo vëmendje që Matteo merr, ndikon edhe te Brikena për të krijuar atë sigurinë e femrës që unë vërtet ë jam në krahët e mi me një djalë të bekuar dhe e dua pafund, e respektoj pafund dhe ai është realisht çdo gjë që un kam, është shpirti im binjak. Dhe në këtë rast unë shoh një Brikena e cila në të gjitha dimensionet e saj, po e jeton edhe po e shijon raportin edhe dashurinë me Matteo Borin. Çifti vazhdon së qenuri akoma në pushime, këtë pushime kanë të mundsuar që nga Big Brother, por siç duket Globus Trever është duke bërë edhe më të mirën që çifti të merr momentet më të bukura. Besoj që në përfundim të këtij pushimit, Matteo dhe Brikena do të bëjnë një video përmbledhse me të gjitha videot e tjera për të na treguar ato super kënaqësitë që në fakt kanë kaluar me njëri tjetrin, për të na treguar destinacionin të cilin kanë qenë dhe për të na treguar momentet shumë të bukura. Dashuria sjell gjithçka. Unë gjithmonë kam besuar në këtë marrëdhënie. Kam qenë pak koherent në gjërat e mia, nuk është se kam patur mendimin që janë të ndarë, sepse çiftet e ndara zakonisht kanë tjetër dimension, kanë tjetër qëndrim, kanë tjetër status, por në këtë rast unë shoh një Matteo dhe një Brikena shumë të afërt, shumë të lidhur, shumë pozitiv me njëri tjetrin dhe një çift që vërtet di të na dhurojë adrenalinë dhe di të na jep pozitivitetin që ne duam të marrim. Nga Briteo po marrim më të mirën, nga çifti po marrim gjërat më të bukura, nga çifti po marrim gjërat më të ëmbla dhe shpresoj që gjithmonë lidhja e tyre e dashurisë, historia e tyre e dashurisë, kjo storie e bukur me plot emocione, t'ju shkoj në këtë formë, dashuri dhe vetëm dashuri. Ne do të ritakojmë sërish së bashku, ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe, unë do ju kisha apeluar që mos të bini prem e atyre titujve skandalos që në fakt mundohen që ta nxjerrin keq Matteon dhe Brikenën. Matteo dhe Brikena po shijojnë momentet, po kënaqen, po argëtohen, po jetojnë çastin, po ndajnë momente të mira me të gjithë dhe kjo ndikon edhe më shumë në rritjen e dashurisë, në rritjen e asaj gjë të bukur që këto të dy janë duke bërë me njëri tjetrin. Unë ju uroj vetëm të mirat dhe shpresoj me zemër që të na sjellin vetëm pozitivitet dhe të na sjellin energjinë e mirë, atë energjinë që në fakt ne duam ta marrim nga çifti, por edhe nga të gjithë personazhet publik. Vazhdoni të na ndiqni me subscribe, abonohuni në faqen tonë për të ndarë të gjitha lajmet tashmë edhe nga fillimi i shtatorit me lajmet më të fundit që kanë të bëjnë në fakt me showbiz, me Big Brother, Ferma VIP dhe gjithçka tjetër. Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dita e djeshme është një ditë ku në fakt ndodhen ca lajme. Lajme të cilat më vjen shumë keq, kanë çoroditur krejtësisht audiencën dhe audienca është në pikpyetje se në të vërtetë çfarë po ndodh me Selin. Ju e dini shumë bukur që Selina në Instagramin e saj, por dhe Gimbo, ka postuar një fotografi me kunatat, me Vjerën edhe me Gimbon. Duke treguar që çifti ka vendosur që pas të gjitha angazhimeve, pas të gjitha lodhjeve, pas të gjitha planeve për të ardhmen që në kupton për shtatorin, të ndajnë në një vikend me familjen, të gjejnë atë qetësinë, atë paqen, atë pozitivitetin, por edhe motrat në këtë rast të Gimbos ta shijojnë pak nusen e vllajt, nusen e re, siç i thon tradita, kunatën e re. Dhe pikërisht Selin ka ndarë këtë fotografinë me shumë dashuri në rrjetet sociale, ku është një foto shumë e bukur që në fakt ne kemi ndarë këtë foton. Por te kjo fotografia ka rënë diçka në sy. Dora e Selin në bark, kështu, duke mbajtur dorën Selin, dhe menjëherë ka nisur hamencimet për një shtatzani të mundshme, duke ardhur te publiku që Selin mund të jetë shtazën. Tani, duke analizuar mirë foton dhe duke e parë mirë foton, sepse në fillim kur e pash edhe unë,
thash fillova të dyshoj, por duke e parë mirë foton, duke hedhur syrin tamam, unë e pash që në foton origjinale Selin nuk e ka dorën në bark, por e ka dorën krejtësisht anash, do me thënë, nuk e prekën fare barkun me asnjë dorë. Nën kupton që fotografia është sajuar me inteligjencën artificiale vetëm e vetëm për të krijuar një lajm të rejshëm, që realisht unë dua t'i dënoj këto lajme të rejshme. Njëherë për të gjithë audiencën, Selin nuk është shtatzën, edhe po të ishte shtatzën, nuk ka asnjë gjë të keqe se në fund të ditës është me burrin e saj, ato tashmë e kanë zyrtarizuar këtë marrëdhënie, kanë hyrje dhe dalje familjare, duke qartazi që Selinën familja e do shumë, Gimbon familja e do shumë, do me thënë kanë gjetur atë lidhjen të bukur, atë energjinë pozitive, atë ngrohtësinë shpirtërore dhe po e shijojnë pafund këtë lidhje dashurie. Por që ka një diçka, ka një histori, kjo është e tëra, do me thënë një gënjeshtër që realisht mundohen vetëm e vetëm të krijojnë lajme të reme. Fotografia është e sajuar me inteligjencën artificiale dhe kisha apeluar që të mos të bini pre dhe të mos të besoni një fotografi të tillë që në të vërtet nuk ka të bëj fare me një shtatzani të mundshme. Selina dhe Gimbo njëherë janë duke u marrë me projekte, janë duke bërë plane për të ardhmen, nuk kanë një plan për martesën këtë vit, thjesht duan ta shijojnë marrëdhënien dhe dashurinë e tyre, me patjetër që bashkëjetojnë, por nuk ka një moment që Selina ka dalë dhe ka treguar që është shtatzën, por fotografia është e inskenuar.